Come here, Chris. Come here, Chris. In the background. Come here, Wow. It's fantastic. In 2025, Në 2025, here in Albania, këtu në Shqipëri, the socialists want to socialistët imprison duan të burgosen all of their opposition. të gjithë opozitën e tyre. They will fail. Do të dështojnë. Sipas Washington Post, Shqipëria është bërë qendra e një fushate të rëndësishme politike ku figurat të spikatura të fushatës Donald Trump po mbështesin rikthimin në pushtet të liderit të opozitës Sali Berisha. Duke filluar nga Chris Lacivitar, arkitekti fitores së Trump në 2024, bashkë me Tony Fabricion dhe Paul Manafortin, janë angazhuar për të ndihmuar Partinë Demokratike në zgjedhjet e 11 majit. Kjo përfshirje është një tregues i vlerësimit që ka marrë Berisha si një lider i vendosur që përfaqëson vlerat konservatore dhe lidhen e ngushtë me partnerë strategjik të SBA-s. Berisha ka zgjedhur të angazhojë një nga kompanitë më serioze amerikane të lobimit Continental Strategy, me qëllim forcimin e marrëdhënieve me institucionet amerikane dhe përmirësimin e perceptimit ndërkombëtar të opozitës shqiptare. Berisha ka sqaruar se kontrata është nënshkruar nga një organizant mbështetëse dhe jo e drejtpërdrejt nga Partia Demokratike, ndonë se partia ka përfituar shërbimin në mënyrë të lishme dhe transparente. Lacivitaj ka cilësuar Berishën si mik të vërtetë të SBA-s dhe ka krahasuar me Trumpin për guximet dhe vendonshmërinë ndaj një pushteti të korruptuar. Ai është përfshirë aktivisht në fushat duke transmetuar një frymë optimizmi dhe shpresë për ndryshim. Kjo lëvizje fuqishme pritet të kenë ndikim të thellë në zgjedhjet e ardhshme, duke forcuar aleancën natyrale mes Partisë Demokratike dhe konservatore amerikane.